Ministri I Brendshëm, zoti Lamallari, ka kërkuar fjalën. Faleminderit, zoti kryetar. Në fakt, dua të sjell në vëmendjen dhe të ndaj informacion me qytetarët për tre fakte kryesore. Fakti I parë, jo më larg se mbrëmjen e djeshme, I kam kërkuar strukturave të policisë, konkretisht strukturave të antiterrorit, strukturave të Departamentit të Sigurisë Publike dhe Policisë Kriminale të jenë në komunikim me zyrën e sigurisë së ambasadës amerikane, nga të cilat me përgjegjësi të plot konfirmojnë se është komunikuar. Spari nuk ka asnjë informacion konkret, qoftë edhe inteligjencë për një situatë rreziku real. Së dyti, ky është në vazhdën e gjithë postimeve, deklaratave që bëhen standard në gjithë vendet e botës, ku ka shqetësime të ndryshme. Fakti I dytë ka të bëjë që Shqipëria dhe Policia e Shtetit ka për disa kohësh që ka marrë masa të shtuara sigurie, pra jo lidhur me postimin e djeshëm, por për disa kohësh dhe kjo bazuar në zhvillimet ndërkombëtare që ndodhin, konkretisht me ato që konfliktin armatosur dhe luftën në lindje të mesme, ku sigurisht janë të angazhuar maksimalisht Policia e Shtetit përmes strukturave të antiterrorit, Policisë Kriminale, FNSH-s dhe Sigurisë Publike,